Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të hënë datë 13 tetor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin përgjegjësi sektorit të vettingut në DSIK që verifikonte magjistratët me diplomë false. Si u kthyen zyrat e vettingut në çetas pastrimi, gjobvënësa dhe qendra orgjie. Kryetaria e forumit të grave në Mat garon si e pavarur në zgjedhjet e ardhshme duke i dhënë goditje të majtës. Flet doktor Enrico Ceko, laboratorët modern, mësimdhënia dhe angazhimi i studentëve, tre problemet që bëjnë diferencën në arsim. Në gazetën Dita mund të lexoni për prindrit tanë të plakur në heshtje, ata që plaken pa zhurmë, pa kamera e pa duartrokitje, çfarë lën pas? A duhet të masin plaken me famën apo me gjurmën njerëzore që secili lë në jetën e të tjerëve? Shumë premtime, por shumë pak orë furnizim. Kriza e ujit në Tiranë ende pas zgjidhje. Durrësi bën llogarit me ëndrrën e një sezoni turistik gjatë gjithë vitit. Zbulimet e reja mbi sëmundjen e Parkinsonit nga rubrika e shëndetit. Në gazetën Panorama mund të lexoni kriza e strehimit, agjencia e re e qeverisë dhe premtimet që riciklohen. Vendimi për udhëtimet jashtë vendit të qeveritarëve Kosto do të mbahen sekret, denoncimi Berishës, Rama fshes shpenzimet. Gjyqtari Kalaja viktime sistemit, flet avokati Zhëllima, drejtësia në krizë nga mungesa e meritokracisë. Në Panorama Sport mund të lexoni Shqiponja fluturon në Leskovec. Shqipëria shtrin Serbinë edhe në fush pas dronit, Mana i bombardon serbët edhe nga toka. Loja në blok dhe grupi arma e përfaqësuese. Skuqezin drejt play-offit ja kundërshtarët. Silvinjo jam edhe unë krenar, ja kushtojmë kombit. Nga Strakosha tek Uzuni deklaratat e protagonistëve. Mana i fituam edhe para 11 vitej, FFK-ja ankohet për thirrjet në Leskovec sot kundër Suedis. Nga Tirana në New York ja si festoi mbar shqiptaria, Serbia largon trajnerin pas drurit nga Shqipëria.